Papa Francesku ka ndërruar jetë në moshën 88 vjeçare, ka njoftuar Vatikani. Papa ndodhej në Rom në Casa Santa Marta, ku ishte transferuar pas shtrimit në Spitalin Gemelli. Të dielën e Pashkve, ai kishte dashur të merrte pjesë në kremtimet e meshës dhe ishte shfaqur në lozhën e Shën Pjetrit për bekimin Urbi et Orbi. Vdekja e tij vjen një ditë pasi u shfaq në sheshin e Shën Pjetrit për të uruar gëzuar Pashkët për mira besimtar. Të dashur vëllezër dhe motra, me dhimbje të thellë duhet të njoftoj vdekjen e atit ton të shenjtë Papa Francesku. Në orën 7:35 të mëngjesit të sotëm, Peshkopi i Romës Francesku është kthyer në shtëpinë e atit. E gjithë jeta e tij u kushtua shërbimit të Zotit dhe kishës së tij. Ai na mësoi të jetojmë vlerat e Ungjillit me besnikëri, guxim dhe dashuri universale, në mënyrë të veçantë në shërbim të më të varfërve dhe të përjashtuarve. Me një mirënjohje të pamas për shembullin e tij si një dishepull i vërtet i Zotit Jezus, ja besojmë shpirtin e Papës Francesku, dashurisë së pafund dhe mëshirës së Zotit, të vetmit dhe të Trinisë së Shenjtë, njoftoi kardinali Farell.